Bashkimi Evropian insiston në zbatimin e rekomandimeve të OSBE-ODIHR në legjislaturën zgjedhore. Rëndësia e reformimit të kodit zgjedhor në harmonizim me rekomandimet e ODIHR-s dhe Komisionit të Venecias është çështje e rëndësishme dhe duhet të bëhen brenda një kornize kohore. Standardi që ne kërkojmë është ai të cilin e ka vendosur ODIHR-ja dhe Komisioni i Venecias dhe kërkojmë implementimin e tyre, ka deklaruar David Gir, ambasadori i BE-s. Në raportin përfundimtar pas zgjedhjeve të 15 korrikut të vitit 2020, ODIHR-ja kishte 7 rekomandime prioritare. Sipas tyre, kodi zgjedhor duhet të harmonizohet si brenda për brenda, ashtu edhe me ligjet e tjera përkatëse, me angazhimet e OSBE-s, detyrimet ndërkombëtare dhe praktikat e mira. Rishikimi duhet të bëhet në një procedurë publike dhe në kohë të mjaftueshme përpara zgjedhjeve të ardhshme. Mandati antarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve duhet të përcaktohet qartë, si dhe të parashikohet procedurë qartë dhe transparente të nominimit dhe emërimit të antarëve të KSZ-s. Të rishikohen procedurat e regjistrimit të votuesve. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit dhe Enti Shtetëror për Revizion duhet të pajisen me burime të mjaftueshme, njerëzore dhe financiare. Rregulloret për reklamat e paguara politike në media duhet të rishikohen në mënyrë që të lejohet qasja pa penguar në media mbi baza jo diskriminuese. Të bëhet ndryshimi procedurës për zgjedhjen dhe emërimin e antarëve të Këshillit Programor dhe uljen e varësisë së tij nga buxheti i shtetit dhe përmirësimin e cilësisë së përmbajtjes së transmetuesit publik. Të eliminohen kufizimet e panevojshme të së drejtës për të parashtruar kundërshtime dhe ankesa zgjedhore. Ndërsa në raportin e progresit të tetorit, Komisioni Evropian thekson nevojën e angazhimit të institucioneve, Ministrisë së Brendshme dhe KSZ-s për përditësimin e listës zgjedhore. Çfarë përmbajnë ndryshimet e fundit në kodin zgjedhor? Ndryshimet dhe plotësimet e fundit të kodit zgjedhor u miratuan më 15 shkurt, gjithsesi një ditë para shpërbërjes së parlamentit vitin e kaluar. Në pjesën e financimit të fushatës elektorale, sipas ndryshimeve të fundit, partitë detyrohen që në afat prej 60 ditësh ta mbyllin xhirollogarin nga dita e shpalljes së rezultateve zyrtare të zgjedhjeve. Pasi që ta mbyllin, kanë edhe 30 ditë afat që ta dorëzojnë raportin përfundimtar për gjithë fushatën elektorale, deri te organet kompetente si KSZ, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, Enti Shtetëror i Revizionit në Parlament, si dhe njëjtë të bëhet publik dhe për opinionin e gjerë. Sipas ndryshimeve në ligj, Neni 84B paragrafi 1 ndryshohet dhe thotë: pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore obligohet që në afat prej 20 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të heshtjes zgjedhore për rrethin e parë dhe të dytë të votimeve, nëse ato përsëriten, të dorëzoj raport me specifikime të shpenzimeve për të hyrat dhe të dalave nga xhirollogaria e fushatës zgjedhore nga dita e hapjes së saj deri në përmbylljen e rrethit të parë të votimeve. Paragrafët 2 dhe 3 do të ndryshohen dhe thonë: pjesëmarrësi në fushatën elektorale është i obliguar që nga dita e fillimit të fushatës elektorale të dorëzoj raport të shkruar me donacionet e pranuara në xhirollogarin nga Neni 71 paragrafi 1 për finansimin e fushatës zgjedhore. Në rast të dorëzimit të ankesave për mos respektimin e dispozitave për finansimin e fushatës elektorale nga kodi zgjedhor, Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit është i obliguar që t'i hetojë pretendime dhe të vendosë për ankesën e parashtruar në afat prej 5 ditësh nga dita kur është dorëzuar ankesa. Në rast se Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit vërteton paregullsi në raportet financiare të pjesëmarrësve në fushatën elektorale, sipas Neni 84B që janë në kundërshtim me këtë ligj, atëherë Enti Shtetëror i Revizionit dorëzon kërkesë për ngritjen e procedurës kundër vajtëse ose njofton prokurorinë publike në afat prej 3 ditësh nga dita që është konstatuar shkelja e ligjit. Pas mbylljes së xhirollogarisë, partitë kanë për obligim që të dorëzojnë raport përfundimtar për fushatën elektorale, ndërsa Enti Shtetëror i Revizionit në afat prej 60 ditësh duhet të kontrollojë raportin e partive politike. Në ligjin për parandalimin e korrupsionit, i cili definon punën e antikorrupsionit në pjesën e sanksionimit, në pjesën e shfrytëzimit të burimeve financiare të paligjshme dhe anonime gjatë fushatës elektorale, thuhet: nëse paraqiten dyshime se partia e caktuar politike apo kandidat në zgjedhje ka shfrytëzuar në mënyrë të paligjshme apo nga burime anonime, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit duhet të kërkojë nga organet gjyqëse
që të bëjnë verifikim të burimit të ardhurave dhe se kjo nuk paraqet shkelje të sekretit bankar. Me qëllim që të arrihet kontroll më e madh mbi partitë se si dhe ku i shpenzojnë parat. Në kodin zgjedhor ka edhe normë me të cilën të gjitha mjetet e planifikuara për finansimin e fushatës elektorale paguhen në xhiro llogari bankare dhe të gjitha harxhimet për fushatën do të mbulohen nga mjete për atë qëllim. Por edhe përkundër kësaj norme me të cilën të gjitha obligimet që dalin gjatë fushatës elektorale detyrimisht duhet të mbulohen ose paguhen nga xhiro llogaria e hapur për atë qëllim, në praktik gjendja është pak më ndryshe. Rasti i fundit i tillë ishte me raportin e VMRO DPMN-s pas zgjedhjeve të fundit presidenciale, ku në vend që xhiro llogaria të jetë mbyllur me bilans zero, gjithsesi në llogaritë mos ketë borxhe apo të ketë mjete të pritës, në të kishin ngelur 400.000 euro borxhe në bazë të mospagesës së fakturave ndaj firmave shërbimet e të cilave i ka shfryzuar partia gjatë fushatës elektorale të zgjedhjeve presidenciale. Ndërkohë në periudhë nga viti 2016 deri në vitin 2018, nga enti shtetëror për revizion ja dërguar gjithsej 42 raporte deri në prokurorinë publike, më pas 8 deri në Komisionin për Parandalimin e Korrupsionit, 4 në Ministrinë e Brendshme dhe 2 në Policinë Financiare. Për pjesën më të madhe të tyre nuk ka informacione kthes, thonë kështu nga enti shtetëror për revizion.